Hello everyone, ju përshëndes të gjithëve nga zemra këtu, episodi veçantë ky I kësaj radhe, kam punuar jashtë mase për këtë. Fillimisht duhet t'ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen e madhe që keni treguar si në Facebook, Instagram dhe në YouTube. Na ndiqni të gjithë followersat që kemi në Facebook, na ndiqni në YouTube. Subscribe, like, comments there. I like to see tuaj që t'ju shikoj të gjithëve atje. Të tregoni support, si që tregoni në Facebook support për 440 Boson, për 5-20, tregoni dhe në YouTube. Dhe si që thash, jemi në 5-20 me mua Altinin, do jetë një episod edhe njëherë marramëndës gjigant, do ju pëlqej pa mas, kam nxjerr stats, facts, po për çfarë do flasim? Do flasim për forumin në Davos, World Economic Forum që u zhvillua në Davos në Zvicër dhe në Alpet Zviceriane, dhe do flasim për ishullin e Sazanit, se ka pasur shumë ngjarje së fundmi lately për ishullin e Sazanit. Ivanka Trump ka qenë atje me Jared Kushner. Shkojmë një herë direkt, ku do të shkojmë? Do të shkojmë, siç e përmenda dhe më parë, first topic, do ta fillojmë nga e para, me presidentin Donald J. Trump që na ka bërë proud të gjithëve në Davos. Do ta hap me fjalimin historik të presidentit amerikan në Davos. Dhe thuhet pse është historik, fjalim të tillë nuk ka parë bota, më falni se deta whisky ja të sip pak. Nuk ka parë fjalim të tillë bota që nga koha e rënies së murrit të Berlinit. Prandaj e quajta historik. Në Davos, fjalim është mbajt në Davos në World Economic Forum, në Alpet Zviceriane, si që ja u theksova dhe më parë. Tani shko se çfarë ndodhi para se të fillonte fjalimin presidenti Trump. Larry Fink, nuk e din nëse e keni dëgjuar gjithë, cili është CEO I BlackRockut, është drejtor ekzekutiv dhe kryetar I BlackRockut. U emërua bashkryetar I përkohshëm I bordit të administratorëve të forumit ekonomik botror që u bën në Davos. Një nga figurat kryesore të financës globale. T'ju thot Altini, ai BlackRock, State Street, Vanguard, they own S&P 500. They almost own like 85%, kanë 85%, duke përfshirë këtu dhe 401ks and annuity plans and all the kinds of things they own, kanë në pronë, do më thënë kanë më shumë share nga gjitha kompanitë e tjera, rreth 85% të S&P 500, një nga stoqet më të mëdhenj për 500 kompanitë më të mëdha në Amerikë që ndodhet të stock exchange që lozet në New York. Tani, çfarë thot? I thot çunave, I flet gjithë çuna të stafit, I thot çuna, dua më shumë karrige këtu. Kur ka fol presidenti Trump ka qenë salla plot dhe I thot çuna, dua më shumë karrige këtu se s'ka mjaftueshëm, I thot në sallë, ka njerëz që po rinë në këmbë të dëgjojnë, sepse ishte packed house, që të dëgjojnë, I thot, presidentin e botës së lirë. Është një nga presidentët dhe lideri, most important leader in the world, thot. It's about to speak, është gati për të folur. Dhe këtu tani e marri në vesh të gjithë se qa po ndodhe. Tani, vim të se çfarë tha presidenti Trump në Davos, në këtë fjalim historik. First 20 minutat e para e vuri ka vënë theksin strong, e ka vënë theksin tek Amerika. Amerika është sot, I ka thënë, është very strong. Është një nga top energy producers, economy growth është like skyrocket, and the GDP growth I tha është nga ka shkuar 5.6% e pa par GDP growth e Amerikës. Rritja GDP Amerikës ka shkuar 5.6% e prodhimit brendshëm bruto. E pa par ndonjëherë, e pa par. Ndërkohë që EU-ja, Evropë e Bashkuar, rritjen ekonomike e ka pasur të GDP-s, më falni, e ka pasur 1.6%, dhe ndërkohë ata fërkonin duar, ishin so excited me 1.6%, dhe vazhdoi fjalën të duke thënë. I think, mendoj, se më duhet të flas për Groenlandën,
sepse në qoftë se s'flas, do të marrë vlerësime negative, thot. Dhe vazhdon, doni t'ju flas për Groenlandën, thot? Okej, thot, fillojmë. Dhe startoj me Evropën. Kjo ishte, më dëgjoni, kjo ishte biblike kur startoj me Evropën. Tani shikoni, gjëja e parë që duhet bëni kur flisin në një sallë të madhe, plot me njerëz dhe po përpiqeni t'i mbushni mendjen, çfarë bëhet fillimisht? I lavdëron, makavelike, prandaj quajta biblike. I lavdëron, i përgëzon, i admiron. Çfarë tha? I love Europe, tha. Unë vi nga Evropa, jam Scottish, German, I love people of Europe, tha, dhe I love people, i dua njerëzit e Greenlandit, tha, dhe i dua njerëzit e Danimarkës, tha, të them të drejtën, tha, më pëlqejnë pa mas, dhe kam, tha, respekt pa fund. E darërër, vazhdoj me ato tjat, por a i shtoj, i kujtoj atyre që Amerika është me fort se kur më parë, tha. Pas 12 muajsh në shtëpi të bardha, ekonomia jon po shpërthen, investimet raket, ekonomia turn around directly këtu në Amerikë, me mira në historinë e Amerikës, rritje ekonomike pa parë, stock marketi, rekordet më të larta stock markets in New York. Më falni, çmimi i gazit $2.5 për gallon. Kur them $2.5, kam qenë me çupën pardie në Costco, e kemi marrë me 2.30, 2.50 ka thënë galloni. Kur them galloni është 3 litra e 700 gram mos gaboj, not really, jo me të vërtet 4 litra, po close, you know what I mean? Po në Costco ka qenë me 2.30. Unë personalisht i kam hedh me 2.50. Por tha që nuk, dhe ku e vuri theksin, tha, por kthemi prapë ai tha, nuk e kuptoj Evropën, ose pjesë të Evropës, tha, kjo gjë duhet marri fund, por liderat evropian, tha, ose s'marrin vesh, tha, ose, më falni, tha, liderat evropian, ose s'marrin vesh, ose marrin vesh dhe nuk bëjnë asgjë rreth kësaj, tha, ne po ndryshojmë sepse ky sistem nuk funksionon, dhe filloi u tregoj për Venezuelën. Dhe vuri theksin se sa e fort Amerika është dhe çfarë ndodhi në Venezuelë. I tham, tha, dhe e theksoj këtë, tregoj i dha një glimps të shkurtër. I tham, tha, qeverisë venezueliane, tha, Maduros, hajde bëjmë marrëveshje, por vendosën të bëjnë marrëveshje pas sulmi, tha, dhe shtoi, me më shumë njerëz dhe shtete duhet ta bëjnë këtë, tha. Do me thënë t'i bëjnë këto dila, këto pazare për para se të vëm të sulmi. Dhe vjen prap të kësa fuqishme është Amerika dhe thot, that we have weapon, e kemi armatim, thot, që nuk i ka para asnjë në rruzullin toksor, tha, edhe në ëndrat më të çmendura që keni, nuk ja mendon mendja, tha, se çfarë armësh kemi. Jemi futur, tha, në Venezuelë, dhe erdhi prap ke Venezuela, jemi fut në Venezuelë, tha, 40 minuta, morë Maduron si që mençë dhe njerë, se s'duat përsërisën 40 minuta, tha, kemi marrë Maduron, tha, dhe kemi prur në New York, ka qenë our airplane carrier, tha, në aeroplan bajse, dhe ka ardhur direkt në Shqipëri, tha, kur kemi vajtur për shkuar për ta marrë, tha, të gjithë e kemi për ster komplet Caracas, i tha, ata venin të shtypni butona, nuk funksionon të asgjë, tha, kjo është Amerika, tha, prandaj e vuri dhe theksin, kemi armë, tha, të kthe. Më falni, të kthem prap tek ajo që thash më përpara. Kemi armë, tha, që juve nuk ju shkon mendja, tha, dhe në wildest dreams, tha. Por, tha, kthemi prap të kjo, ne duhet të ulemi në tavolin, tha, për negociata, dhe në qoftë se ata thonë po, will be very, në qoftë se Groenlanda dhe Danimarka dhe Bashkimi Evropian, tha, thot po, ne do jemi jashtë mase falenderus, tha, si Evropës, si Danimarkës, si Groenlandrës, tha. Pa ma, tha, në qoftë se thoni jo, tha, asnjëherë s'kemi për të harruar, si te Godfatheri, kur tho Robert De Niro, I never forget about it. Kështu tha dhe presidenti Trump. Tani, në Davos, çfarë ndodhi tjetër? Në Davos ishte edhe kryeministri kanadez, Mark Carney.
Mbajti një fjalim ku kritikoi fuqitë e mëdha që përdorin presion ekonomik dhe politik ndaj vendeve tjera. Gjithashtu, ai kritikoi the current global order. Kush është Mark Carney? Mark Carney, do jap një glimtë të shkurtër, ka qenë guvernator i Kanadas në vitet 2008-2013, mbikëqyri politikën monetare të Kanadas gjatë krizës financiare të vitit 2008. I atribuohet stabilizimi i ekonomisë angleze. Ka qenë governatori i Bankës Anglisë 2013-2020, menaxhoi politikën monetare të Mbretërisë së Bashkuar duke përfshirë normat e interesit dhe rreziqet ekonomike të lidhura me Brexitin. Ka qenë governatori i parë jo britanik i Bankës Anglisë. Tashi, rolet që ka pas ndërkombëtare kryetar, ka qenë kryetari i Bordit të Stabilitetit Financiar në vitin 2011-2018. Koordinoi rregullimin financiar global pas krizës së vitit 2008 që ishte në të gjithë botën dhe so hard edhe këtu në Amerikë ka qenë shumë e fortë. Dhe në Amerikë ka qenë këshilltar për financimin e klimës dhe investimet e qëndrueshme të sektorit privat. Punoi në Goldman Sachs në fillim të karrierës së tij. Aktualisht i përfshin në iniciativat e klimës dhe financave, duke folur shpesh për financat e qëndrueshme, por vim prapë tek çfarë tha atij, edhe pse nuk e përmendi Trumpin me emër, Trump e mori si kritik direkte, sepse ai e kritikoi presidentin Trump indirekt dhe çfarë tha? Ka ikur koha, tha, e vuri theksin te kjo, ka ikur koha, tha, old world order, tha. Po çfarë është old world order, tha. Ai e vuri theksin atij se ky është globalist, prandaj është kundra Trumpit. E theksoi këtë. E vuri theksin e kjo sepse ka ikur koha old world order, tha, sepse ka hallin se do të bëj tregti për karburantet jo në petrodollar. Çfarë është jo, prandaj presidenti Trump me njëherë e përjashtoi Kanadan nga forumi i paqes. Direkt, Carney ka vajte tavolina për të nënshkruar, i ka thënë ti ço këte, i ka ndej, i ka thënë, e përjashtoi direkt, si e për këtu ti, tha, get the hell out of here. Dhe e meritoi sa s'kishte ku të vente më. Po t'ju jap dhe një glimt për old world order. T'ja u sqaroj më bukur. Këtë e tha sepse duan që të gjitha shtetet të shesin produktet e tyre oil, të shesin naftën, të shesin jo me petrodollar, të shesin with their own currency, me lekun e tyre. Jo, i tha presidenti Trump, you gonna continue, why we went to Venezuela? You gonna continue, pse shkuam në Venezuela? Na ktheni shpinën ju që ju kemi aleatë, ju kemi vlezër këtu, vaj hallit tjerve. Dhe mendojnë që këtë, Kanadaja, GDP e Kanadas, që ngre krye ky Carney, GDP e Kanadas, më falni, GDP e Kanadas, 2.3 trilion dollar. Sa GDP-ja e Kalifornijës është 2 herë, flet Kanadaja për Amerikën, del kundra Amerikës, unbelievable, man. Vetëm Kalifornia e ka GDP-n dhe 2 herë sa të Kanadas. GDP e Kalifornijës 4.1, e Kanadas 2.3. It's like, are you alright, man? Dhe kur i ka vajtur tek tavolin, tha, you get the hell out of here, man, don't come here. E nëzori nga forumi i paqes. Nga forumi i paqes që presidenti Donald J. Trump e lançoi në Davos, i quajtur ndryshe Bordi i Paqes, Board of Peace, e cila, t'ju jap një glimt të shkurtër të kësaj, Board of Peace përshkruhet si një organizat që synon të promovoj paqen, stabilitetin dhe rindërtimin në zonat e konfliktit, si për shembull që është konflikti, në rripin e Gazës. Tani, shikoni me vëmendje çfarë ka rritjesh ka bërë presidenti Trump pas 2 ditë negociatash në Davos. Bëri një diçka, ka bërë një arritje kaq të madhe sa të gjithë udhëheqësit botëror nuk mund ta sigurojnë në jetë të tërë negociatash. Po ja u them një,
Nuk është kanë krijet, but it's right there. Shtetet e Bashkuara fitojnë të drejtën e plot për të krijuar baza ushtarake kudo që të jetë, ku ata e sigurojnë të nevojshme, e konsiderojnë të nevojshme në Greenland. 2. Amerika siguron akses në të gjithë rajonin e Arktikut, një strategji që do të përcaktoj fuqinë globale të ardhshme, duke mos pranuar futjen e Kinës dhe të Rusisë. Dhe t'ju them dhe një gjë, danezët bëjnë gam kot, më falë për shprehjen, po janë like gam kot, i kanë o i mbron Amerika ose i mbron asnjë. Është fuqi globale, është like njëshin bot. Për mua, number 1. Kanë Danimarka 100 milje larg, kanë ndecet bërthamore të Rusisë. Who's gonna protect you, man? Who's gonna protect you? Kthehemi prap. Kompanitë amerikane të vaj dhe të eksploruse, kompanitë amerikane fitojnë të drejta ekskluzive për eksplorimin e mineraleve, duke siguruar avantazhe afatgjata ekonomike dhe energjetike. You tell me about it. Think about it. Kina dhe Rusia, si që ju thash më përpara, bllokohen nga Groenlanda duke i prerë të dy krahët, kështu dy rivalëve më të mëdhenj gjeopolitik të Amerikës. SBA do të qëndrojnë në NATO duke përforcuar mbrojtjen perëndimore sipas kushteve të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara nuk pagojnë asgjë. Këto janë rezultatet e negociatave që u arritën në Davos, në Zvicër, në forumin botëror të ekonomisë. Është çuar presidenti Trump, gjithashtu duhet theksoj, ka thënë, ku ishit ju Evropa, se do dalin fare në NATO, tha. Ku ishit ju Evropa, tha, kur ne kishim mësymje të klandestinëve në bordin në South. Ku ishit ju, tha, pse stërguat mbështetjen tuaj dhe tani doni tonë, tha. Jo, tha, do dalin fare nga NATO, tha. Gjitha kanë vënë duart në kokë, tha. Pa Amerikën, ju kërkuam të pagonit për të forcuar aleancën, ju kërkuam të pagonit 5% të GDP-s që keni për mbrojtjen që do ju bëhet në Amerika në kërcënimi rus apo kines. Ku ishit ju, tha, nuk paguat, jo 5%, tha, po nuk paguat as 2% që kishit më përpara, tha. Nuk e keni paguar, tha. So, qa NATO është kjo, tha, kërkoni mbështetjen ton, tha. Amerika i përballon të gjitha vetë, tha. Dhe kur ju pyesun, tha, për një copë, se këshu i tha, kur ju pyesun, tha, për një piece of ice, sa, se nuk mund ta koll për një copë akull, po ju pyesa, që ta marë për t'ju siguruar ju, bet siguruar ne, tha, që mos na rrethoj Kina dhe Rusia, tha, ju thoni jo, dërgoni forca, tha. Turp t'ju vi, tha, dërgoni forca atje të bëjnë luft me mua. Dërgoni 5 veta atje, Anglia 1, Danimarka 3, edhe Gjermania dërgoj 13. Brenda 48 orësh janë larguar të gjithë me bish në shal. Prandaj dhe presidenti Trump e hoqi atë. I hoqi taksat atyre. Tani, këti ja ka bërë 100% taksat Kanadas. Ky është, më falë për shpjen, po është legend burr. E ke vend të mbroj këtu të ri afër Amerikës, vete bën hesape me Kinën, me Kanada, në shkruan kontrata me Kanadan, ja dhe jo për me Kinën, në shkruan Kanada, në shkruan kontrata me Kinën. It's crazy, man, it's crazy. Are you thinking? Këtë u tha, një copë akull ju kërkoj, tha, ju vini duar në kokë, thaj. No, dërgoni ushtar, tha, turp t'ju vi, tha, gjithve, tha. Edhe këte më thoni mos dil nga NATO, ku ishte mbështetja juaj kur unë e doja, tha. Kur kufiri jonë mësym, tha, na klandestinë, tha. Asnjëri su tregua burtha dhe të vinte të thoshte atje, doni mbështetjen tonë? No, tani më bëni gjibla lartë e poshta i për një copë akull që po kërkoj, tha, se tok, tha, nuk mund ta quaj tok. Tani krasojni, kthehemi te kryeministri Kanadas, Kearney. Tani krasojni një çik çarriti Kanadaja, krasuar me qa ju fola, më falni, për Amerikën. Ndërsa SBA do forcoj perëndimin kundër Kinës dhe po ndërtoj një arkitekturë mbrojtëse për të mbrojtur si Evropën ashtu dhe Amerikën Veriore, kryeministri Mark Carney në shkruar një marrëveshje të ashtu quajtur strategjike me Kinën. Pikërisht rrëgjimin që NATO po përgatitet i kundërvihet. Një udhëheqës forcoi, shkoni tani, një udhëheqës forcon sovranitetin, sigurinë e vendit të tij, 33 puth dorën e Kinës. Dhe duke menduar, të vim dhe një qik tek ato, duke menduar 70% e produkteve të tua
që prodhohen, ti transporton, më falni, nga 75% deri në 80% shiten këtu në Amerikë. Like, are you alright? Jenë rregull, man. What are you talking? You need us more than we need you. Ti na do ne më shumë se duam ne ty. Amerika, nga 15% të produkteve amerikane shiten në Kanada. Like, nothing. Nada. Compare. It's big, but compare from 80% to 50%. Think about it. Mendojnë që nga 80% deri 15%. Tani, tjetër ku e buri presidenti Trump theksin. Se duhet jem dhe një qik i pasër se do nxjerr gjithë ato reels na kjo. Dhe po flas shpejt se dua të bëj dorën e dytë borës për jashtë, se siç u thash do bëhet me 3 seanca. Seancën e parë e kam bërë. Tani do bëj seancën e dytë, nesër mëngjes do bëj seancën e tretë. Kur çohem në 5:20 për të ikur për në punë. 4:40 Boston, 5:20. Ku e vuri theksin, kur tregoj për ekonominë amerikane, gjithashtu përmendi çfarë duam të bëjnë në Amerikë dhe të arrim, tha. Kam qenë pissed off, tha, kam qenë shumë i mërzitur me kompanitë gjigante të real estate që kanë bler prona në Amerikë, tha, pa fund real estate-in dhe kanë goditur popullin e gjerë Amerikan, pasi blen nga 2-3 apartamente që t'i japin Airbnb, apo se i rentin out, apo i japin me qera dhe renti ka shkuar, qerat kanë shkuar stratosferë, tha. Doja t'i rëzoja njerë, tha, t'i çoja në një shtëpi single family të ishte $200-300,000, tha. Por çfarë mendova që sepse ka shkuar një single family median home tjetë 600, 500, 600, 600, you cannot support it, man. Nuk e supporton dot, është e vështirë. Shumë për first time home buyers që duan të jetojnë në ëndrrën amerikane. Mund ta rrëzoja, tha, por nuk e rrëzova. Pse, tha, se mendova për shembull për një Altin. Ka Altini një shtëpi, ka bler dhe një tjetër që e ka lënë me qera. Ka 2 shtëpi, është hallexhi. Nuk doja ta godisja atë, tha, se e ka bler me kursimet e tia. He's not a businessman, tha. Është një individ që ka bler 2 shtëpi dhe nuk doja që t'ja rrëzoja shpinë, se ka bler me 700, tha, s'doja t'ja çoja me 200, se do ta godisja jashtë mase. Se who get hurt all the time? Middle class get hurt all the time. Gjithmonë shtresa e mesme goditet. Më falni. Çfarë dua tjetër theksoj, tha? Kredit karta, tha, është turp, tha, e theksoj, është turp, tha. Është turp që kredit kartat në Amerikë, kompanit chargin, tha, interes nga 28 deri në 32 deri në 38% interes për kredit karta. Është e papranueshme, tha, ky interes, tha. Interesi do vej, tha, nga 10% më e larta, tha, dhe poshtë 10% dhe theksoj që të kenë mundësi të gjithë, sa jo me pak fjalë ta themi me zhargonin e përditshëm, rrjepje popullit. Rrjepje. Like, let me take a chance to rip you out. Like, it's unbelievable. Marrësh $1,000 dhe të paguash 1.350 mbrapsh, it's too much, man. 1/3 of what you getting? It's like unbelievable. Ta çoj në 10%, tha. E si që përmenda dhe më lartë dhe gazin, tha, e kam quar me 2.5, e të gjitha tjerat, por Amerika ka arritur një marrëveshje, por dua ta theksoj, nuk është bërë kankri jetë, po we going, you know what I mean, in the right direction, po shkojmë në drejtimin e dur. Dhe kjo ishte ajo që kisha përgatitur për presidentin Trump, dhe may God bless America, dhe always I'm gonna say God bless Albania too. Zoti e bekoft Amerikën dhe Zoti e bekoft Shqipërinë. Tani, ku do vim? A pim pak kafe. To keep the energy up. Ku do vim? Do flasim për Sazanin, për ishullin e Sazanit, dhe t'ja u them me 100%, kur shikoja debatet e bam me bum në gjitha këto bar bufete, si që kishim një bar bufe kur kam qenë lagje liri në Shqipëri, në Fier, venim të Ruka tërkon, kështu janë bërë tërë këto dhe ato banaqet bufete e Shqipëris ku flasin dalin, jo podcaste e më thet thashe këto stacionet. Men, shamata e madhe shumë.
S'ka gjë, po ju themi gjë. Nuk ka gjë më të bukur se të biesh në dorën e Amerikës. Kemi fatin e madh, na ka rënë Telebingua, kemi fatin e madh. Shikoni gjërat pozitive. Pozitive, e di që të gjithë kundërshtojnë, Rama e shiti e bëri e kështu. Nuk jam support i Ramës fare, I don't like it. I'm gonna go straight up, do vi drejt fare, nuk më pëlqen fare Rama. Ditë managjoj situatat, s'më pëlqen me çfarë po bën me popullin fare atje, po largohen masat mëdha, po kjo ishte lëvizje dur, të marri Amerika, të marri ishullin e Sazanit. Man, po ja u them, it's God sent. It's a God sent. Si të bjeri jackpoti. Si të bjeri jackpoti. Çfarë më vajti direkt në mendje kur po glonte çdo gjë në përbar bufete e Shqipërisë. Çfarë më vajti në mendje? Sa vlen ky ishull i Sazani, thash, po mendoja në punë, how much it cost this island? How much it cost? Do kem pyet dhe shumë njerëz të tjerë sa kushtoni gjithë ishulli i Sazanit. Është një pyetje normale, sepse po flasin për ishullin më të madh të Shqipërisë. Tash ta sqarojmë që na fillimi. Sazani nuk shitet. Ju gjithë do filloni, po jo Rama e shiti, jo kështu. Un po flas se s'kam parë letra. S'kam parë gjë, nuk janë bërë publike. I hope ai ka bërë më the right thing, ka bërë gjën më të bukur dhe më të jetë në negociata që të reflektojnë mbajtjen e anës shqiptare, por jam i sigurt sido që tjetë dhe t'ja ketë shitur atë pjesë që kanë marrë ata 48, 46, 45 acre më duket, 45 acres kanë blerë. Ndërkohë që Sazani është 560 hektar, se po them acres, hektar. Edhe sikur ta blejnë, është e pa parë dhe do ja listoj, do jap fakte pse është e pa parë. Dhe sikur t'ja shesi, ta marri naure mere Amerikë, s'ka gjë më të bukur se kjo. Ajo, këthemi prap, Sazani nuk shitet, mos gjukoni për këtë lavë që thash. Ai është një pronë e shtetit, pra është pronë e të gjithë shqiptarëve. Po leta shpjegoj unë me fjalë të thjeshta dhe çfarë vlere ka ishulli Sazanit. Sazani ka një sipërfaqe rreth 5.7 km², që do thot mbi 5 milion metra katror, ndodhet në një vend shumë të mirë përballë Vlorës, aty ku takojnë dy dete, takohet deti Jon dhe deti Adriatik. Nëse vetëm për ta imagjinoni, kjo që ju thash fillim që imagjinata ime po shkon dhe sa vlen Sazani. Në qoftë se vetëm për ta imagjinuar kjo tokë do të vlerësoj si shumë tokë e shtrenjtë. Bregdetari, le të themi 1.500 deri në 2.000 euro për metër katror. Easy, shumë let fare, 1.500 deri në 2.000 euro për metër katror. Atëherë vlera e ishullit, sa do ishte vlera e këtij ishulli? Vlera e ishullit do ishte nga 8 dhe 11 miliard, do më thënë i bie 11 bilion euro. Pra, në letër Sazani do ishte një pasuri gjigande. Por ja ku është dallimi i madh. Këto nuk janë para që merre në dorë, sepse si që përmenda dhe më përpara, ishulli nuk është për shitje dhe nuk duhet të shitet. Shteti konkretisht po flet për zhvillim, jo për shitje. Për investime rreth 1 deri në 1.4 miliard euro, diku tek 1.5 bilion dollar, bilion, që do të thot hotele, rrugë, punë, turizëm dhe të ardhura për zonën. Kur them hotele, rrugë, punë, turizëm, se kam pat një debat, kam qenë për kafe në mëngjes na babaj, mora shkas që bora fillonte diku tek ora 10-11 dhe unë nisa për kafe na mamaja, të shikoja dhe maman, e thash pse jo pija një kafe, e një cigare, të enjoy for like couple minutes. E po bënim një debat në zeta ati, si me Dajon, si me baban e me vlajn, duhet të regojmë më mendje hapur. Kur them mendje hapur, se të gjithë thonë, çfarë bie kjo për popullin e Vlorës? Ata do vinë aty, pini kafe, apo qëndrojnë një natë aty te hoteli, apo 2-3 net me jatin e tyre, edhe ikin. Vetëm në ishull, pasi të mbaroj tër ishulli, se do ngrihet
do bëhet gjigande, resorte gjigande, kjo është vetëm break of the ice, do thyen akullin. Do kesh punëtor, thot Altini nga Shqipëria se nuk do vinë nga Kina punëtor, do kesh vetëm shqiptar atje që punojnë, dhe po ja u them të lidhin, të bëjnë lidhjet e shoqëritë e këto që tani, që të siguroj një vend pune, sikur edhe pjata larës t'jesh në këto restorantet gjigande që janë top of the line, apo Luli Shtar, apo në Landri, apo Bass Boy, apo kamarier, apo banakier, apo guzhinier, apo mirëmbajtës lulesh e këtyre, apo owner pronari 5-6 gjipjeve që do japësh me qera atje, apo te Marina që do ndërtohet jesh punëtor, më falë Marine, can you imagine qa paraje do bjen ata në Vlorë, se nuk do vinë nga, si janë jashtë toksor ata i të punojnë atje, i logariten nga 2 kur Sazanit mbaroj, se Sazani do bëhet Monte Carlo, believe it or not, it's gonna be the Monte Carlo of Jon edhe Adriatic Sea. Këtë kam unë në mendje kur e mendoj, nuk më intereson si kur edhe t'ja fali Shqipëria Amerikës, kokër leku mos t'i marri. Tani kthehemi prap, me pak fjalë ishulli mbetet i yni, si që thash do bjeri të arura për zonën, por ishulli do mbetet i yni, investitorë ndërtojnë dhe sjellin punë, shteti fiton nga taksat dhe turizmi, dhe zona zhvillohet. Pa pyetja vim prap tek ajo, nuk është sa kushton Sazani. Pyetja e vërtet është, apo përdorim mirë, apo e përdorim ne, qeveria jonë, Edi Rama, mirë këtë pasuri që kemi. Sazani also është pikë strategjike shumë e rëndësishme, dhe kjo është arsyeja pse u militarizua kaq fort në kohën e Xhaxhit. Jo rastësisht, sepse ka qenë në kohën e Xhaxhit, dhe që Sazani është tërë me, është nga një nga fortesat e Shqipërisë, është i mbushur me bunker dhe me tunele pa fund. Dhe jo rastësisht. Sazani, Sazani është një nyje natyrore detare. Anijet nga Adriatiku kalojnë shumë pranë, gjithashtu rrugët detare ndërkombëtare kalojnë aty. Ndodhet pranë ngushticës Otrantos që lidh Mezleun Lindor me Adriatikun. Kjo ngushticë është jetike për NATO-n, mos e harroni këtë. Historikisht e rëndësishme për flotat ushtarake. Prandaj edhe sot konsiderohet zonë strategjike ndërkombëtare. Nga Sazani mund shikosh lëvizjen ajrore, monitorojnë anije për kilometra tëra. Dhe kjo bëri që ishullit ishte sy e vesh i ushtrisë shqiptare gjatë luftës së ftohtë. Prandaj Sazani, siç e përmenda më lart, u shndrua në një kala detare të Shqipërisë. Por edhe pse lately, së fundmi, jo më bazë aktive, zona mbetet e monitoruar. Sazani krahasohet, shikojti tani, Sazani krahasohet me ishujt strategjik si Malta, Korfuzi, Gjiblartari. Ngushtica e Gjiblartarit lidh Mesdheun me Oqeanin Atlantik. Malta lidh Mesdheun mes Europës dhe Afrikës, që është mesdhe lidh Evropën me Afrikën. Korfuzi është pikë gjigande, ka hyrje në Adriatik. Sazani hyrje në gjirin e Vlorës dhe ngushticës Otrantos. Tani vim tek çfarë do ndërtohet te kryesorja që t'ju jap një picture, një glimpse, what we talking about, çfarë do ndërtohet në Sazan. Është telebingo, na ka rënë, I'm telling you. Më kollaj është godasi Rufeja se është një në 600.000, se kjo shans që po na jep Amerika ne është një në 1 bilion. Shansi pa par në histori. Po deri dje na keni çmendur, se kthehem prapë te ajo. Deri dje na keni çmendur. Na keni çmendur, pse s'vin kompanitë huaja të investojnë në Shqipëri? Pse s'vin kompanitë, se i ka vjedhë dhe Edi Rama me gjitha, which jam me ju. Po na çmendet. Pse zjen? Po ja o erdhën kompanitë, dhe jo kompani ore, ka ardhë vetë Donald Trumpi.
Jared Kushner, Ivanka Trump ka bredhur, like, can you imagine, bekoj tokën shqiptare. Don't you imagine, e imaginoni dot apo jo, Kemesaj bekoj tokën shqiptare, e bekoj. Tani çaj doni, ta marrin kompani shqiptare që ta bëjnë si lafsha kofsha, ta bëjnë si që kanë bërë, kanë shqyrë gjithë Bregtetin, ngrenë rizorte e gjera duke pa një pik, ngre me projekt dhe në anën tjetër smeret vesh qa ben. Toka ime do ngre unë qa dua. S'ka ashtu vlla im, nuk ka ashtu toka ime do ngre qa dua dhe do i vet dritare qa ngjyre dua dhe s'do le fare jeshillek për ata. E i ndan muri. S'lejohet në asë një vend të botës ashtu. Në Boston që kam punuar në gjitha ato vende që punoj, si që kam theksuar për një nga kompanit më të mëdha e construction këtu në Boston, nuk punohet ashtu, kemi ndërtuar tërë South Bostonin, Pier Forin, Seaportin, tërë Seaportin kam punuar në gjitha ato apartment buildings atje dhe bizneset. Kur ndërton sa është sipërfaqja e ndërtimit, 2 metra katror, një të 4-ën, një të 3-ën, një të 2-ën, e dua, apo whatever, një të 5-ën, një të 10-ën, e dua për jeshillek, për ambiente të gjelbëra për jashta. E dua për ambiente të gjelbra, e dua për të dalë rob të shtisin qenin, apo pets, whatever, e dua për kënglorash, për kalamajt, you name it. E dua për ajër të pastër, të jetë e mbushur me pemë, me jeshillek, me bar, me gjitha, të ulem me stola parku, të ulem të enjoy ambientin ku jam, ku po banoj. Kthehemi prapë te kjo, prandaj jam për kompanitë e huaja që ta marrin, që të krijojnë një gjë, të bëjnë një Monte Carlo atje, si që thashëm para, you can never gonna imagine what they gonna do that, even asnjëherë s'keni pa menduar çfarë ndërtojnë edhe në ëndrat e tuaja më të çmendura. Tani vim në ishullin e Zazanit, po pa planifikohet, si që përmenda dhe një herë, një resort turistik luksos me investim gjigant, rreth 1.4 miliard euro, që ka marrë statusin e investimit strategjik nga qeveria shqiptare. Tani, çfarë përfshin ky resort 1.5 bilion euro? Projekti parashikon marinë turistike, port për jate dhe varka, struktura akomoduese elitare, hotele dhe vilat luksose me standarde të larta, rezidenca private me cilësi të lartë për banim, udhëtime luksoze, zona gastronomike, restorante, lokale dhe hapësira për gatim, zona rekreative dhe shërbime turistike të një niveli të paparë ndonjëherë. Gjithsej rre 45, kjo përfshin ky resort, gjithsej përfshin që e përmenda dhe më përpara se s'dua të repeat myself, 45 hektar të ishulli, ndërkohë që rreth 8%, not even 8%, as 8% të sipërfaqes totale të ishullit. Ndërkohë që ishulli është 560 hektar. Can you fucking imagine what's going on? Tani, kush është investitori? T'ju jap një glimt së shkurtër të radhis pak më saktë ato që ju thash dhe më lart. Investitori kryesor është kompania amerikane e lidhur direkt me Jared Kushner, dhëndri i presidentit të SBA-s Donald Trump dhe çupës tij Ivanka Trump. Gjithashtu qeveria shqiptare ka krijuar dhe një kompani, vërjani veshtin kësaj, ka krijuar dhe një kompani shtetërore që do të përfaqësojë interesat e Shqipërisë në këtë projekt. Ky projekt pritet të krijojë vetëm për ndërtim rreth 1000 vende pune gjatë fazës së ndërtimit dhe 1000 të tjera kur të jenë punëtor brenda resortit. Gjithashtu, ky projekt sunon ta bëj ishullin një destinacion turistik elitar dhe tërheqës për turistë huaj dhe investitor me big mula, big money. Ja cilat marka hoteli dhe shërbime luksi pritet të ketë resorti i madh në ishullin e Sazanit në Shqipëri. Siç është planifikuar nga investori amerikan Jared Kushner së bashku me partneren e tij. Resorti do të përfshi, dhe një çik veshin këtu,
Laser Focus, resorti do të përfshi një hotel super luksoz i operuar nga marka ndërkombëtare Aman, një nga markat më të njohura të hotelerisë ultra premium në botë. E njohur për vendet e saj ekskluzive ku qëndrojnë të famshëm si përmarrës dhe klient shumë të pasur. Kjo markë është e lidhur me një përvojë qetësie çfarë ofrojnë. Përvojë qetësie, natyrë të paprekur, dizajn i sofistikuar, shërbime shumë personalizuara. Projekti gjithashtu përfshin dhe shërbime gjigante gastronomike nga rrjeti i restoranteve Carbone, një grup restorantesh mjaft i famshëm me klient VIP dhe menu të nivelit botror. Ku i ke këta Carbonet janë, ken New York, Miami, Dubai, all over the world, man. But you have to, nuk rezervon dot, me janë booked all the time, ushqime like para high class, you cannot reserve there. Janë like high class. Can you imagine do hapin restorant në Sazan. Tani, ky grup restorantesh është i njohur, siç e theksova dhe më lart, për atmosferë klasike, ushqim të rafinuar dhe cilësi shumë të lartë shërbimit. Rezorti do të ketë marinë për jate dhe varka, duke e bërë destinacionin atraktiv edhe për pronar jatesh dhe turist me standarde të larta. Kjo e bën ishullin një pikë të rëndësishme për turizmin e lajt të mesdheut. Po tani shikojni një qik, përveç hotelit. Projekti gjithashtu parashikon vilat të dizajnuara modernisht dhe rezidenca luksoze që mund të përdoren si banesa private ose për pushime me shumë privatësi dhe komoditet. Rezorti Sazanit synon të ofrojë përvoja që përfshin, siç ja u thash më lart, spa, trajnime relaksuse, ekskursione private në ishull, se të gjitha pritet që të gjitha tynelet, se siç ja përmenda më lart, gjitha tynelet do kthehen në një destinacion turistik dhe bunkeret për vizitorët e ndryshëm që po vinë. So, ekskursione private, aktivitete në natyrë si zhytje, ski në det, eksplorime natyrore, e shërbime konsiergje tani e imagjinoni do qa është kjo për Shqipërinë, çfarë është kjo për Shqipërinë, se kemi ardhur drejt fundit dhe do ta mbyll, se më është bërë bora pala atje për jashta. Oh my god, yeah, we are at jemi tek more than një fit, tani për jashta më shumë nga një fit. Oh my god, I see that. Por kthehemi, shikoj për jashta ka vënë mbi një fut. Po tani kthehemi prap. Po ja u them me pak fjalë. Është një gjë historike për popullin shqiptar që familja e presidentit Trump, po mos ta quajmë kështu, Amerika të set fut të vëri këmbën në Shqipëri, të vëri këmbën në Sazan, në ishullin më të madh të Shqipërisë. Po ja u thot Altini, do bëhet një Monte Carlo, një little Monte Carlo atje, që do mblidhet tërbota ka për të mbledhur. Dhe të gjithë restorantet në Vlorë, sa ata do vinë, do qëndrojnë, do parkojnë në jate, do thonë, dalë ta shikojmë, ta vizitojmë dhe njërë qytetin si është. Do hipin, parkon jatin, hipin një varket vogla jet ski, dalin fëmijët e tyre për lundrime, plenë një kafe në Vlorë, një diçka, më the thash, duan të shikojnë tër jugun, kalojnë radhim Llogara, dalin na Dhërmiu, shikojnë tër në Borsh, i dalin krye, kthehen prap mbrapsh. Do jetë gjigande e pa parë. Shikojnë dhe naj, ore dalë vemi një në Capitol City, dalë a shikojmë një kryes qytetin si duket. Është para e pa parë për popullin shqiptar. Plus asaj që ja u them unë pa fri, kur Sazani të mbaroj në një 10 vjeçar, në një 10 them se në një 10 vjeçar do bëhet Monte Carlo, kur të mbaroj, sepse si që tham, ata kanë marrë dritën një jeshile. Kryeministri shqiptar holli firmën, drita jeshile është dhënë, ata janë gati, direkt fillon financimi, fillon puna. Është e pa par, do bjeri një zhvillim të pa par në Vlorë dhe në Zvërnec, se ata
do ndërtojnë, ja, Zvërneci gigant, kam qenë disa herë, është unbelievable. I hope që ata investojnë në Sazan dhe të vinë të investojnë edhe në Zvërnec. Do jemi blessed, janë God sent dhe ne jemi të bekuar nga Zoti, po ja u them jemi të bekuar nga Zoti. Dhe si do ju lë? Bëni nga një qikë të stërvitje, gjithë burrave të shtëpis, kanë dhe çunit, dilni për jashtë tani dhe bëni seancën e dytë pastrimit borza, hajdini brenda, qëndroni warm, si ta shikoni për nesër, do shkoni në punë, do mos shkoni, si ta menaxhoni, shikoni në mëngjes kur të ngriheni, doni rrini me familjen, po mos harroni, mbani të gjithë ngrojet hapur në të gjithë shtëpinë, mos keni plasje tubosh hidraulike e më theth thash në këto gjëra. Tani si do ju le? Kalofshi sa më mirë, enjoyni the gaming tonight. I hope Boston, nuk e di akoma se çka ka ndodhur, s'kam dëgjuar se çuni im zakonisht vërtet nuk e kam dëgjuar akoma. Por I hope ka fituar Bostoni dhe i uroj më të mirën që të vemi të fitoj Patriotsa, go Pets, dhe të vemi në Super Bowl. Ju përshëndes gjithëve nga unë Altini, kalofshi një natë sa më të këndshme.